Kur isha nesër një ndeshje e rëndësishme me Elbasanin në vendin dytë, si e për skuadra këtë takim dhe a është gati? Para se t'i përgjigjem pyetjes, më lejoni me që është dhe 107 vjetori i klubit. Thjesht ta filloj me një urim për klubin që i dha Shqipërisë hapat e parë të futbollit, urime vllazëri dhe qafsh për herën maje. Ndërsa për dalë tek pyetja juaj, për ne është ndeshja e rrallës, jena të fokusuar. Them vërtetën, nga ndeshja e fundit që kishim me Vorën, disa lojtarë kryesor ishin pushim ndeshjen e kupës. Na është duk shumë e lartë dita e nesërme me Elbasanin, me zipa presim ndeshjen sepse jena të fokusuar, jena në formë më të mirë dhe uroj që të marrim maksimumin dhe më të mirën tonë. Elbasani konsiderohet ndoshta një nga kundërshtarët më të fortë të vllazërisë në këtë kampionat. Është e tillë edhe për ju? Pa diskutim që deri në këtë moment Elbasani ka zhvilluar një kampionat shumë të mirë, ka një ekip shumë të mirë, ka cilësi brenda ekipit. Dhe duhet të harrojmë që ka një trajner shumë të mirë, që po mundohet me marrë më të mirën ekipit të tij. Por gjithsesi ne vlerësojmë Elbasanin, ashtu dhe gjitha ekipet tjera. Fokusi jonë është ditën e nesërme që të marrim 3 pikshin. A shikoni si një detyrim marrjen e 3 pikëve përballë Elbasanit? Shiko, brenda ekipit nuk ka fare presion, jena shumë qetë, e dim që ndeshja rrallës, edhe e dim që nesër as nuk fitohet kampionati, as nuk humbet kampionati, por ne duhet ta vlerësojmë si gjitha ndeshjet tjera dhe çdo 3 pikë të afron edhe më tepër me objektivin që kena. Sigurisht sa ndikon atmosfera e kësaj pragdeshje që përkon edhe me festën e vllaznisë, duhet ta pranojmë pa rreth një javë që klubi Vllaznia Shkodra zgjen në Parkfest. Zakonisht ka pasur raste kur edhe skuadra ka çaluar, i keni marrë masat, ka çaluar kur ka pasur festat e tilla. Normalisht ka qelluar 107 vjetori i klubit, por sikur mos ishte kjo datë, për ne objektivi do të ishte i njëjtë, 3 pikë ditën e nesërme. Me që është 107 vjetori, për ne është një motiv ekstra që të fitojmë dhe pas ndeshjes të festojmë me tifozat. Por gjithsesi nuk e kena mendjen tek festa parakohshme. Mendja jonë është vetëm që të fitojmë ditën e nesërme dhe të vazhdojmë rrugën drejt asaj që kemi objektiv ne. Që do të thotë se festa do të jetë pas ndeshjes. Sigurisht, nëse do fitojmë do jetë festa, siç kemi festuar gjitha ndeshjet tjera, normalisht do jetë ndoshta me ekstra sepse është, siç e thatë ju, është 107 vjetori i klubit, por gjithsesi për ne nuk ndikon, për ne thjesht është motiv që të marrim më të mirën. Kur ishin 7 ndeshje e fundit, Vllaznia nuk ka pasur gol. Ju si pjesëtar i Pravavijës, besoj që merit për këtë ka gjithë skuadra, jo vetëm portieri dhe mbrojtja. Pa diskutim, jo të tregohem modest, por realisht është kështu që siç e thatë ju, kur nuk psohet gol, normalisht nuk është vetëm merit e mbrojtjes apo e portierit, por është merit e gjithë skuadrës, sepse gjithë skuadra mbron, duke filluar tek sulmi dhe duke mbaruar tek mbrojtja. Ashtu siç kur shënohet goli ka edhe merit edhe pjesëtar të tjerë, jo vetëm reparti i sulmit. Jemi gjithë një ekip dhe këtë kemi treguar edhe në fushën e lojës. Sigurisht ka pasur shumë komente dhe opinione të ndryshme sikur Vllaznia është favorizuar nga arbitrat këtë sezon dhe ndodhet në vendin e parë prej arbitrave. Keni një përgjigje për këtë? Shiko, realisht nuk ta kanë fare me komentu këtë pjesë. Ne jena të fokusuar vetëm tek ndeshja, pastaj tek pjesë tjera, le të merren tjerë dhe nuk ndikojnë fare nga çështjet tjera. Thuhet që një sulm i mirë fiton një ndeshje, por një mbrojtje e mirë fiton një kampionat. Do të vazhdojë kjo ecuri e mirë e skuadrës? Shpresoj të vazhdojmë. Ndoshta deri para janarit kemi gabuar shumë herë, por realisht tani nga janari e mbrapa kemi kuptuar ato problemet tona, ato gabimet tona që kena bërë më herë dhe shpresoj që ti minimizojmë ato gabime që kena bërë më parë. Deri tani ja kena arritur shumë mirë, por duhet të vazhdojmë me këtë ritëm, sepse akoma s'kemi arritur asgjë. Duhet të ka një interesim nga tifozët. Prishit që ta keni në mbështetjet të mëdha nesër? Tifozët gjithmonë e kanë mbështetur Vllaznin, por i vetmi problem besoj që dhe uroj që nesër të mund të jetë edhe koha mirë, sepse ndoshta rreshtet e shut mund ta bëjnë pak të vështirë ardhen e tifozëve, por tifozët kanë gjithmonë mbështetje Vllaznisë sa herë kemi pas nevojë. Kur ishte ka munguar Vllaznisë një trajner shkodran si Edi Martini? Realisht na ka mungu një trajner i tillë sepse me egon që na përsjell dhe me frymën që ka futur në ekip e është dashur Vllaznisë me kohë.